Sa i përket vetëm diçka për Saljanin. Me shkurt, Shkurt. Po jo, po Saljani do flas vetë tani. Shumë shkurt me Saljanin, se ky foli për fitoren mënyrën e fitores ti. Se ky është ai Maxhari. Unë mendoj që në momentin që Saljani flet për fitoren Partinë Demokratike, Saljani e ka të pamundur ta fitoj betejën me konjunkturë, se e din shumë mirë, duke pas përvojë brenda asaj partie, e din që konjunktura është më e fortë se sa votas dhe gjithçka është e kurdisur. Unë mendoj që duhet ta gjej apo nuk fitohet, se po qëse është e kurdisur. Të dyja janë, edhe e kurdisur edhe nuk fitohet. Nuk fitohet për arsye se është e kurdisur, edhe se është e drejtuar nga një standard korruptiv i votës. Po themi kështu ma zbuti. Aja që nëse dëshiron mu bëm Maxhar, ose njeri i cili ik nga një moçal politik, është duhet ta bësh partinë tënde. Edhe ti sigur zoti Qorri, kërkoje kohën tënde. E di që është e vështirë, por unë besoj që kur e kërkon kohën tënde, jashtë kësaj strukture moçaliste, unë mendoj që do jesh shumë më mirë, shumë ma politik dhe fitoria do t'jen ma shpejt. Të përgjigjem pak të kjo. Pse ka rëndësi Partia Demokratike në këtë moment dhe përmirësimi i Partisë Demokratike për Shqipërinë? S'pare, siç edhe ju e thoni se ju jeni në analizë, jeni në punë tuaj, mund ta thoni si doni, po çdo parti tjetër do t'i duhet koha vetë për të bërë të mundur ndryshimin. Pa diskutim. Që jep oksigjen Edi Ramës për qëndruar edhe x vite të tjera. Kuptoj, po. Pra unë them që duke qenë se unë kam një kontribut jo të pakët në Partinë Demokratike, kam mbështetje që nuk dua t'i ve, se nuk du të bëj garë me kungulleshka e mund se mund. Nuk po them, sallat e takimeve, të njëjtat salla në takimet që kam pas unë dhe takimet që kam pas zoti Berisha, kam qenë shumë njerëz aty ku kam qenë unë. Tani, ka një parim demokraci, gara vota, çdo herë në të kaluarën, se prandaj nuk po përgjigjem prapë edhe një pjesë të narrativës së pashme, Sali Berisha nuk i ka kërkuar të hynin garë dhe nuk i hyn dhe njëri. Merrni rastin e zotit Pollo, për shembull, në 88-ën, se i kërkonin garanci. Unë po them, pavarësisht se nuk ka garanci. Sot është një muaj e pak larg garës, nuk ka lista zgjedhësh ajo në atë parti, nuk dihet kur regjistrohen kandidatët, nuk ka komisioner. Pra fars, ajo që bëhet te Rama, ajo që bëhet te Rama, po bëhet këtu, por unë po them prap. Hajde bëjmë garë me kushtet që i cakton ti. Me kushtet që i cakton Sali Berisha, i cili me ligj nuk duhet të ishte as kryetar partie, me statutin e partisë, dhe as nuk do të lejohet të kandidonte. Se këtu flasim për publikun, pra kush e pengon, se përgjegjes para publikut duhet bërë ai që është, kush e pengon ndryshimin? A e pengon që Edi Rama është kaq i fortë? Jo. Edi Rama nuk ka marrë asnjëherë më shumë se sa 48%, edhe në zgjedhjet e fundit. Ndarja e votës, fragmentimi i votës, problemi që ka opozita. Ka ndodhur që ka sjell këtë. Dhe unë them që Partia Demokratike me një leadership të ri e mund të Edi Rama në këto zgjedhje. Ju thoni duhet bërë një gjë tjetër. Ky është komplet tjetër diskutim pastaj. Kjo nuk e sjell rotacionin. Jemi me ty për këtë. Jo, po mirë, po unë po them këtë gjë që nuk e kuptojmë se nuk e sjell dot rotacionin. Kemi qenë këtu dhe kemi parë. Mirë, pra, po ka një gjë që vjen edhe për shkak të, prandaj e thash edhe këtij zotëris, më deri sot, fitoj zgjedhje, deri dje, kështu i kanë thënë, nuk e del dot, nuk e bën dot etj. Këtu ka një element që është shumë i rëndësishëm për mua. Mund u them unë si e mendoj unë. Unë shoh një gjë që ka, po themi dy mendime që janë apo dy realitete krejt ndryshme, një në studio, që u thoni si fakt. Ky fiton, ai të mund, dhe një realitet tjetër që është është tek shoqëria. Nëse fiton dhe e ka të sigurt, pse nuk bën garë, zotëri? Se po tjetë se kjo është e sigurt. Ai bën garë, ti merr dhe të nxjerrë edhe dobët. Jep do të njëri shpjegim kësaj? Po sepse në gjoja garat e djeshme, ai i jep se ati sa donte, doktori. 7%, 9%. Se lodhësh na e dim. Vazhdo me historinë. Na e dim fundin edhe fillimin e kësaj gare. Sepse Partia Demokratike dita zgjedhjeve do vim. Nuk ka lidhje bindën apo jo. Që po themi sot do vish ke fjalët tona. Në politika nuk është akt dueli për momental. Politika është vazhdimsi. Unë po them, në Partinë Demokratike, ku unë jam, dhe për shkak kurajës, guximit, se këta e mendojnë shumë tjerë, i keni dëgjuar ju në për tavolina, por nuk i thon publik.
nëse nuk ndryshon Partia Demokratike, them unë, e kemi të pamundur ta mundim Edi Ramën. Sepse unë këtë rol kam në shoqëri dhe në politik. Ju thoni, të dali një tjetër, të dali dikush tjetër, do shta i bje që se pari duhet përmbysur se pari duhet përmbysur autokrati opozitës, që pastaj të përmbyset autokrati qeverisë. Ky është thelbi i diskutimit. Ju mos ma kërkoni mua që jam në Partinë Demokratike, që hidhe investimin tënd dhe bëj parti tjetër që të bëj ky. Mund dalë dikush tjetër. Do ta bëj dikush tjetër shoqëri. Po kur je i pamundur? Unë do bëj përpjekjen edhe brenda kësaj pamundësie që t'ja dal. Dhe do jemi prap këtu. Unë jam prap. Ai do i fitojë zgjedhjet që do ketë fushat lokale, do i fitojë zgjedhjet se është një fazë që për ju, mbase nuk jeni vëzhgust që ju intereson. Në maj, po doja ka zgjedhje. Ta shohim, a do ketë apo jo. Se nëse ka fars, vim diskutim tjetër, do jemi prap këtu në studio. Por debati publik, prandaj them që ka një problem. Ore njerëzit e mbajnë përgjegjës dikë, kur ju thua të vërtetën. Ore gara, cili është kuptimi i garës? Që ka kushtet barabarta, garë të ndershme të barabartë. Ai më mirë me majtë zgjedhjet vetë se sa me legitimu ti. Këto jam i sigurt. Është sigurt. Mirë, dakord. Ta kaloj të I fiton zgjedhjet pasaj me Ramën, se këtu është diskutimi. Po, apo do të ndryshoj. I fiton zgjedhjet me Ramën. Kush? Nuk intereson fare. Tani Nëse ka fare problem doshtaj. Po mirë, pra, unë kam problemin si të më për Ramën. Problemi ju nuk është Berisha më burr. Ti gjithë problemin e ke tek Berisha. Jo, problemi im nuk është Berisha, është Rama. Ai se ka fare problem. Problemi im është Rama. Si të largoj me Edi Ramën nga pushteti? Këtë problem kam unë. Ju mund mos e keni. Se ju thatë për unë nuk e kam fare të Berisha, por e kam të Rama. Kur Rama ka koalicionin me Berishën, çka duhet ty me i nga këtij koalicioni? Aha, po mirë pra atëre. Nëse ju thoni këtë si fakt, këtu ka rëmë pasaj unë kur ta di këtë gjë, kur ta di që ka një koalicion, Berisha Rama, unë pa tjetër që bëj lëvizje tjetër, se këtu nuk jam për koalicion me Ramën, këtu kam mbaru historia. Nëse unë e faktoj që këtu ka një koalicion, si thoni ju, të këtyre dyve, unë them që Partia Demokratike është forca që do ta largojë Edi Ramën. Dhe Sali Berisha me problematikat, po themi, apo me të gjithë elementet e personalitetit vetë në vite, nuk e bën do të mundur ndryshimin, po që se kjo është e trukuar, këtu s'kemi me politikë. Po se bëri Berisha, ndryshimi si do ndodhë ndryshimi, pra, do ta bëjmë në tjerët. Pra, nëse vijohet me të njëjtin kurs pra me Berishën në krye TPD dhe partitë e reja që garojnë të veçuara nga njëra tjetër Arlind, duket i do kemi një fitore në zgjedhjet lokale të Edi Ramës apo ja? Megjithëse ti do thuash që pa shpejt është deri atëherë. Nuk e besoj, sepse unë mas temperaturën e shoqërisë o ylli. Njerëzit janë thellësisht pakënaqur. Njerëzit brenda radhëve të PS-s janë thellësisht pakënaqur. Nuk e kam fjalën për njerëzit e korruptuar, po flas për mbështetësit thjesht të PS-s.